Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezërit e mi hoxhallar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë po marr guximin veç pse jam pak më i vjetër, po më i ri se Zakaria, mos harroni. Për ndryshe për hoxhallarëve më fol tash te lloj kalibrit për hoxhallarëve është guxim i madh. Por megjithatë, inshallah Allahu xhalla xhelalu na i largon hasedin dhe brengat që kemi në shpirt. Mos e xhelozoni njëri tjetrin, pa marrë parasysh se makina e dikujt është BMW, unë e kom pas një Lada, me Lada e më shërbyer një kohë gjatë, po edhe ajo i ka kry punët. Bile para Ladës e kom pas edhe një fiqe të keqe, po me qatë fiqen e keqe kam shkuar në Medveç, Bojanovc, Preshev, Kumanov, Struk, Ohër, me qatë fiqen e keqe, tash po du me bo më të mirë, po kjo s'po del as prej kufive. Prandaj o vëllezërit e mi, e dini të gjithë rolin e davetit çka është, unë nuk du juve me ju mësua, por jemi të kënaqur që përmes radio pendimit u bën edhe një fushat e madhe. Kur u bën radio pendimi, edhe mra për herë të parë në vesh me u qenë pjesëmarrës, jo pa pritesë, se unë 87-ën me 6 tetor, të 87-ës se kemi hap Radio Kairon. Zeri Islam, thirrja islame në gjuhën shqipe bashkë me Recep Morinën dhe me Burhan Filin nga Kopliku i Shkodrës. E tash është Edmir Ismaili mi ftiu këtu. Zdisa e nje atë mikun tim të hershëm. Kështu që e kemi pas hapur këtë radio, e zërin e pare kemi futur në te Shekhull El Ezherit, Gjadul Haq, Ali Gjadul Haq. E kanë kaluar 20 e sa vite, do më thanë 88, 3 vite kam punu në këtë radio. Pastaj jemi mundua me bani qetër punë, pës në ka hec fati. Al Jazeerën me pas prej Dohës. Kemi bon vizit Al Jazeerën e Doha, jemi konsultuar me të vëllezërit me pas zërin islam në gjuhën shqipe. Mirë po atëherë me keq ardhje, Doha, jo që në refuzoj, por po na arsyetoj se në gjuhë tjera nuk transmetojmë. Ta shkove të fundit kanë hapur zërë tjera në gjuhë tjera, mirë po atëherë neve që kanë nga dashke mësë shumë ti, nga se ishte Shqipëria e mbyllur, 87-ën, 88-ën, 89-ën, deri vitin 90. Kështu që kaloj edhe ajo. Mirë po na jemi krenar, pse format e ndryshme të davetit ju të gjithë i dini. Unë asë gjën tjetër nuk duhem ju thonë asë nisën tjetër, ka mundësi edhe këta që inqizuan të vëllezërit me ishlu gjithësisht krejt, për arsye se unë pak nështë të takohem me juve dhe jemi vrazhd. Ju kësha thonë kretëve si vëllezërive më tri, dhe kusho shumë miri si e vladve të mi, mos bartë një mlëft me zveti as pak, tur që theni rigja e dërëm si zi, por edhe ju të dini të gjithë se dikush o maj vjetër, dikush o maj gjon, dikush o maj shkurt, dikush hanë buk me dorë të majtë, si kur Fatmiri, e kështu me radhë, mirë po ju thamë të gjithëve, Allahu ju ndihmov djëm të ri. Në mes veti, mësu përqani, bashkëpunoni vëllahi, mësu përqani në mes veti, e shifni përqarje në botën islame, qëfar po i ndodhë botës islame, vetëm e vetëm për hatër të përqarjes. Neve nuk në ka hije, e juve, qka më ju dhonë ders, shka ka më ju thonë juve, o in të nazatëm fi shejin, ferudduhu ila ejnë, ferudduhu ila Allah. Allah ju fërcoftë. Allah ju fërcoftë, po thamë një kosisht edhe radio pendimin, sepse më të vërtet, seriosisht kështu, në ka qelë punë më të mëdha, më shumë punë në ka qelë, sidomos tash neve këtu në Prizren, në imi si jetë javë, hoxha këje, a më shmardë, unë në Shqipni, hoxha këje, a më shmardë, po me gjithat, elhamdulillah që ju kemi përgjigjur bolla dhe do të vazhdojmë të i përgjigjim i kësaj, se janë ja 2 vetë që aty bëjnë zhurmë shumë hoqë mazlumi, edhe Haxhi Vinakin e ka që bëjnë shumë zhurmë aty, por elhamdulillah, Allah ju forcoft të gjithve. Unë pak më i vjetër për juve, po ju thamë, ju të rritë shumë punoni. Inshallah ta'ala, prej radio pendimit bëhet TV pendimi, inshallah ta'ala, se ja vlen edhe meritor një gjanë tjilë. Edhe diaspora është gachme me dhonë kontribut, po edhe na prej mrenda jemi në gjendje, jo vetëm me fjoll, me goj me dhonë kontribut, mirë po do t'ju themi edhe këti zotnis radio pendimit Hevzis, na do të rrim kërshia për balë, edhe materialisht, të më thonë do t'a përkrahim bizni lahi ta'ala.
e ne hoxhallarit ju e dini, kanë me vlyt me dhanë, del, hecen për para, inshallah o ta'ala. Më boni halal për më shumë që s'po foli, sa dhe s'kom që ka me folë, zati, për hoxhallarve s'dilet për para. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ju falenderit të gjithëve që jeni pjesëmarrës, sa do pak e pat një qetet i dhatë selam dhe një qetet, inshallah. Selamu alaikum.